Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Kënaqësia jon kur kemi njerëz të botës të artit të ftuar. Gjithmonë kam nderin dhe kënaqësinë që të ftoj njerëzit me veprimtaritë të tyre të ndryshme që punojnë dhe nuk ndalojnë. Por sot do të jam një falënderues i madh, do ta kem një artist të madh që i ndërton skenat. Edhe unë për vete kam qenë një farë valtari, më kujtohet në atë moshën rinore, por kur pasha skenat e bukura, të o Zot, edhe ta jip të atë energjia, në atë pozitivitetin që t'jesh pranë skenës. Pro sot kemi të ftuar direkt nga Shqipëria, unë them nga Tirana e bukur. Bashkim Zahaj është një skenograf dhe piktor shqiptar, aktivist kryesisht në Tiranë. I njohur për punën e tij, një skenograf teatror dhe për dekoracionet të skenave. Për shembull, ai ka firmosur dizajne, jenë falënderues i tij që sot do të jetë dhe është në Teatrin e Operave Baletit ose Albanian në TOP në vitin 2018 ka bërë këto gjëra. Bashkim, mirë se erdha, apshep, dihet edhe figura juve që prezantohet është një figurë artisti. Mirë se ju gjeta dhe më bëhet shumë qefi që bisedoj me ju dhe sidomos për teleshikuesit tuaj edhe ata që na dëgjojnë ose në valët zanore. Skena. Gjëja më e bukur që një skenarist që i bën skenat. Ka skenarist që shkruajnë, i bëjnë skenat që shkruajnë. Por t'jesh skenarist të bëjsh dizajnin, të bëjsh ambientin, të bëjsh atmosferën, që ku t'luajnë operat, ose dramat, ose mund të jenë edhe filmat, apo kupton. Por, kam parë disa gjëra shumë të bukura te kjo. Nga i inspiru, kush tha, çka bëre, pse? Shikoj dashur, është një dëshirë e kahershme imja, qysh në vogli që të imagjinoja edhe të krijoja rreth skenës. Në mënyrë të pavullnetshme, mua më kujtohet qysh në fëmijërinë time, mund të kem qenë në klasë të dytë fillore dhe në shkollën time, aty në palestrën e shkollës, vinte një skenograf i cili ekzekutonte ato fondalet e mëdha të operave. Dhe unë që i thoja shokëve të mi që unë kam shumë dëshirë të bëhem si ky Xhaxhi, dhe unë nuk e dija fare që ai Xhaxhi ishte skenograf, e kupton? Edhe vetë jeta pastaj e solli që vërtet unë sot u bëra si ai Xhaxhi atëherë. Por ka qenë një rrugë e gjatë, një rrugë e bukur, një rrugë që më ka dhënë kënaqësi. Edhe them që në jetë artisti edhe në profesionet të tjera, kur ngjit një pemë, duhet të di në cila deg të mbahet. Pra të mos mbahet në degët e kalbura se nuk do ta ngjisi pemën asnjëherë. Por si duket edhe fati e bëri që unë t'i kem kapur degët e duhura. Edhe të krijohesha dhe të bëhesha ky që jam. Skenografia sigurisht ka qenë një pasion shumë i madh dhe unë në shkollë u diplomova për skenografi të televizionit. Pra, ne kemi studiuar të gjitha llojet e skenografive, por televizioni më troqi jashtë mase shumë dhe si më thënë jam studenti i parë që mbrojti diplomën me këtë lloj skenografie. Jeta pasaj bëri të vetën edhe u morëm edhe me skenografi të tjera, u morëm edhe me teatrin, u morëm me operën, qysh në fëmijëri, pra qysh liceist unë fillova të vija shfaqje në teatr. E ndihmuar nga skenografët e kohës, si duket ata kanë parë te unë një zhvillim interesant të skenografisë edhe më kanë liruar rrugën, si më thënë, më kanë ndihmuar që unë të bëhesha. Kështu që gradualisht formova dhe realizova shumë skenografi të ndryshme në të gjitha zhanret. Atëherë do të pyes një gjë që me të vërtetë edhe mua më intereson kjo që t'ja u bëj këtë pyetje. Skenograf, bën një skenë. Si e bën atë përmbledhjen e atyne materialeve ose duan ato
punimet, si duhet të punohet, si duhet të paraqitet ajo skenë. Mundohet që do të jetë edhe, do të me pasën edhe drita, ose do të me pasën edhe gjërat që edhe syri ytë të pushon aty. Edhe na i tregoj skena e parë kur e keni bërë, në çfarë viti edhe çfarë magjionate ka pas ajo skena atëhershme. Shiko, teatri është një magji, teatri është magji. Po kështu është dhe televizioni, po televizioni më shumë se magji është edhe imazh. Këto të dyja i ndanë, le të them, dy gjëra për ta kuptuar dhe dëgjuesi dhe teleshikuesi. Në qoftë se në teatr skenografi ka si qëllim vetëm një shikim frontal, do të thotë është një sy i kamerës, sepse kemi një skenë dhe spektatori është ulur në karike. Kurse në televizion, nëpërmjet kamerës, nuk kemi më vetëm një sy, po sa kamera janë, aq sy janë vendosur në studio. Pra aq shikime janë, që do të thotë skenografi duhet mendoj për të gjitha këto shikime në studio, të arrijë dhe të krijojë një skenografi të përshtatshme për të gjithë të lloj komponentë. Kurse në teatr është komplet gjë tjetër. Në teatr kemi vetëm një shikim, pra spektatori ulet dhe duhet marrë emocione nga ajo çfarë ti jep në një kënd vështrimi vetëm. Sigurisht, ne kur marrim lexojmë pjesën, një skenograf i mirë ose një skenograf i aftë duhet të përshtatet patjetër, duhet të shkrihet me regjin. Ne themi shpesh që regjizori me skenografin në një shfaqje nuk duhet të bëjnë dallim. Pra, telespektatori nuk duhet të kuptojë ku është skenografi dhe ku është regjia. Ato shkrihen që të dyja bashkë. Pra skenografi duhet ta zbërthej shfaqjen, në qoftë se kemi Otellon, ose në qoftë se kemi atë Macbethin, ose në qoftë se kemi vepra të tjera, skenografi duhet të zbërthej kuptimin e veprës. Pra, nuk është skenograf i profesionit ose i lartësisë së dur, një skenograf që bën motamo atë çka thot libreti. Për shembull, nëse ne kemi një libret të shkruar ku në mes ka një kontradikt themelor, midis një djali dhe një vajze që dashurohen, por familja i pengon. Atëherë nuk është çështja për të bërë këtu një skenë shtëpie me divan, me koltuk, me bibliotek, një dhomë ndenje, ku ky çifti ka divergjencat e veta. Jo, por çfarë? Skenografi duhet të gjejë elementin për të treguar pikërisht këtë narrativ, në qoftë se për shembull detaj. Mund të jetë një vazo lule nga ato që kacaviret, dhe kjo vazo lule mëngjes për mëngjes, to lulet kacaviren nga dhoma e djalit tek dhoma e vajzës. Dhe çohet i jati në mëngjes dhe xhindoset dhe e merr këtë lule dhe e hedh sërish nga balkoni i këtij djalit. Pra, shikon se si ka element figurativ të cilat duhet skenografi t'i përshtati me veprën, me narracionin që është aty brenda. Pra, jo në një skenografi, si të thuash, ilustrative. Absolutisht jo. Detyra e skenografit pikërisht kjo është. Të japi spektatorit atë çka ai nuk po e kupton nëpërmjet veprës, ose si më thënë, ta fusi në vepër, ta ndihmojë atë gjatë veprës. Kjo është detyra e skenografit në një teatr, në një opera. Televizioni pastaj është gjë tjetër, është komplet gjë tjetër, është një dashuri e madhe dhe televizioni për mua. Atëherë shumë njerëz që kanë mësuar skenografinë ose pa marrë parasysh një veprimtari të tyre që kanë mësuar një kohë shumë më të hershme, sikur për shembull ju që jeni një gjenerat më e moshuar pak. Po tek ju kam pa diçka shumë interesante. Ju hecni me trendin, ju hecni me gjëra të reja. Kam parë gjëra në Facebookun e juar, shpikjet e juaja për skena është magjionat. Nuk është vetëm se e kam bërë një skenë më herët, kjo ka qenë skena Hamletit, ose ka qenë skena e një skenës teatrore që kanë luajtur më herët. Po jo, unë kam parë si dua ta dija sekretin e juaj, se si keni shkuar me trendin edhe si shkoni. Gjërat interesante kam pa. Nga i keni marrë ato, nga i keni bërë? Ja t'ju shpjegoj. Shiko,
çdo lloj profesioni nuk është se formohet brenda 24 orë. Pra kanë dashur, janë dashur orë të tëra, vite të tëra pune për ta arritur atje ku mendoni ju. Pikniset e mia shumë interesante, ju do çuditeni po t'ju a them, por kanë qenë një dashuri shumë e madhe timja për letërsinë e fantashkencës. Pra për letërsinë futuro. Qysh në moshë të vogël kam lexuar shumë Jules Vernein edhe autor të tjerë që jepnin imazhe për të ardhmen. Dhe këtë dua ta lidh edhe t'ju kujtoj juve që edhe sot në skenograf të tjerë botror, edhe në Hollywood, po të vini re, filmat e fantashkencës që bëhen, skenografët janë ata që na paraqesin atë të ardhmen. Nuk na paraqet regjizori, nuk na paraqet as libreti ose skenari, por është piktori i filmit që na e paraqet, që krijon qytetin futuro, që krijon ato makinat, që krijon ato robotët, që krijon dizajnin për këtë lloj skenari. Pra, si më thënë, këto kanë qenë fillimet e mia. Sigurisht, kjo ka qenë njëra anë, ana e dytë ka qenë studimi i arkitekturës. Unë kam studiuar shumë arkitekturën. Një nga dëshirat e mia fillimisht ka qenë edhe arkitektura. Biles, unë do të them një gjë shumë interesante. Pedagogu, kur unë vajta bëra konkurs në lice, pra në shkollë të mesme, mbaroi konkursi dhe u thërritën emrat që kishin fituar. Në ato emra isha dhe unë. Në këtë kohë ai lexon emrin në një pedagogu, Sabi Kaceli, duhet ta keni dëgjuar, pedagog nga më do të thonë emër në artin shqiptar. Më thret, thot Bashkim Zahaj, u çova unë, hajde mi këtu djalosh vajta. Shikom, tha, juve nuk jeni për në lice, tha. Edhe unë ngela fillova të qaja, e thash, po pse? Ju jeni për arkitekturë, tha mua, në bazë të vizatimit që unë shoh. Pra, shiko sa interesant. Ky vuri re që vizatimi tim ndryshonte nga vizatimet e tjera të konkurrentëve. Pra, kishte element aty të arkitekturës, si më thënë. Dhe interesante ishte pavarësisht se unë vazhdova për pikturë, vazhdova për skenografi, arkitektura nuk mund nda. Si më thënë, skenografia ishte një arkitekturë ose është një arkitekturë në skenë, kurse arkitektura është një skenografi në natyrë. Prandaj edhe arkitektura ime i ngjan pak, ka një lidhje me skenografinë. Siç ka dhe skenografia ime lidhje shumë me arkitekturën. Ju duhet keni vënë re nga skenografitë e mia, skenografi me forma interesante, me forma të shpikura, jo me forma të gjetura, por me forma të shpikura. Në fundit të arti ky është, ne duhet të krijojmë gjëra që si kanë bërë të tjerët. Po interesante është edhe kjo. Po shika edhe në shtëpi. Dhe shumë nga vizatimet e mia, unë kam një mori të madhe vizatime për skenografinë, nuk janë kuptuar në kohën kur janë bërë, 10 vjet përpara, 20 vjet përpara. Edhe çfarë po bëj sot? Po i marr ato vizatime dhe po i kthej në digjitale. Dhe habitem edhe vetë, them, si ka mundësi nuk e kanë aprovuar këtë vizatim, kur ai del në këtë lloj mënyre. Pra, skenografi si duket, por duhet të ketë edhe meritën për të folur, për ta shpjeguar gjën, sepse vizatimet e thjeshta që ne bëjmë, jo kushdo i kupton, duhet të ketë një nivel të caktuar që ai ta imagjinojë atë që ti po vizaton, ai ta ndërtojë. Pra, regjizori të fillojë ta ndërtojë atë në mendjen e vet, në kokën e vet, si një regjizor filmi kur lexon skenarin, ai fillon e ndërton mizaskenat, rrugët, ku do veprojnë personazhet etj. Kështu në këtë mënyrë është edhe skenografi. Prandaj ne jemi shumë afër me njëri tjetrin, pra regjizor skenograf. Por në këtë fund filmi të jetës time është e çuditshme sepse më shumë punë janë nga ato që nuk janë pranuar, se sa nga ato që janë pranuar. Kështu që pavarësisht se janë realizuar, sa unë mund të them një gjë për shembull, për një festival të këngës të Radio Televizionit Shqiptar, a di që unë bëja mbi 10 variante. Dhe kur i shoh sot se cili variant mund të bëjë festival pa asnjë problem.
por ne esim gjithmonë për të kërkuar më të mirë, më të mirë, më të mirë, më të mirë. Shoh sot që i bjen jashtëzakonisht shkurt, nuk bëjnë diferencime, nuk bëjnë konkursa, nuk bëjnë seleksionime. Unë i takoj një brezi që sigurisht tash filmi po mbaron, siç e thash, por kaq sa të kemi fuqinë do vazhdojmë të krijojmë pavarësisht nga oferta. Do e jatë në veçosh disa nga skenat e juaj që i ke bërë për disa vite edhe cila të ka lënë një përshtypje edhe çfarë komplimente ke marrë prej njerëzve. Se shpesh herë njerëzit kur e bëjnë një punë të bukur me shpirt, e thonë e bëra, po kur të vinë mbrapa njerëz thonë, wow, ke bërë një mrekulli, edhe ke bërë një gjë, si e motivun ato momente, na i përshkruni disa prej. Shumë interesante, është shumë interesante vërtet. Unë qysh mbas mbarimit të shkollës pata fatin që me impenimet e punëve të mia ti drejtohesha me dhunë në thonjza radio televizionit shqiptar, i cili më mori shumë në provë për 2 vjet, më mori në provë. Dhe aty domethënë ata me të vërtet pan ai ekip që ishte aty me të vërtet pa diçka te unë, sepse unë sapo futa këmbën në radio televizionin shqiptar, nga të gjitha skenografit çfarë ishin bërë deri në atë moment, unë hoqa dorë absolutisht tash unë nuk do të ecim në këtë rrugë. Dhe unë futa skenografinë me 3D, skenografinë e volumeve, që nuk njihej deri në ato momente. Dhe kjo nuk vinte rastësisht, kjo vinte nga arkitektura që unë kisha sjell me vete, që kisha studiuar. Po interesante është, shiko, skenografia duke qenë një art material, ajo ka vlerë edhe materiale, pra ka vlerën e objekteve që ti do futesh, pra se sa do ti shpenzosh ti në atë skenografi. Po kjo nuk do me thënë gjë, bëjnë skenografi edhe në mënyra modeste. Unë do të them 2 shembuj shumë interesant nga jeta ime. Në 97-ën ju e dini ç'a ndodhi në Shqipëri, u hapën depot e armëve, ne ishim në përgatitje të festivalit, sheshi Skënderbej u mbush me makina të prishura, pra njerëzit makinën e prishur e linin mes të sheshit Skënderbej, që sot është e pakonceptueshme. U mbush me baranga, domethënë një rrëmuj armët gjithandej. Dhe çfarë skenografie bëj unë për festivalin? U mblodh ekipi dhe aty diskutojnë që jo, nuk do ta marrim më Bashkim Zajin, se na lodhi, u lodha me atë, duam të bëjmë një konkurs me elementë të rinj. U bë konkursi me elementet e rinj, nuk ishin të bindur dhe i bjen telefonin tim, po unë gjithmonë kam një sekret që unë pavarësisht e bëj apo se bëj unë punoj sikur do ta bëj unë festivalin. Dhe unë e kisha gati variantin, më kërkojnë dhe vete, edhe më thonë, urdhër çfarë ke dhe çfarë bëj. Mendimi im ishte ky, e gjithë në pallatin e kongreseve, gjithë plateja poshtë do të mbushej me makina të shkatruara, me varez makinash, me goma makinash, me makina të ndara për gjysmë, të shtypura, me makina të përplasura, dhe kështu mbush i gjithë pallati i kongreseve aty poshtë. Sipër, ku do këndonin këngëtarët, shtrova të gjitha gazetat e kohës. Sepse në tekst ishte ky, gazetat e kohës kishin luajtur një rol negativ në të gjithë shoqërinë shqiptare. Me vrasjet, hapjen e depove, me banditizëm, me të gjitha gjërat. Unë i shtrova në tokë. Sfondi s'ishte gjë tjetër, vetëm llamarinat e barangave të prishura që po ndërtoheshin në Tiranë, që mbinin në çdo rrugë të Tiranës. Dhe u bëhe gjitha, media pati një reakcion të jashtëzakonshëm, nuk donte që kjo të shfaqej, e kundërshtoi, domethënë u bë një debat shumë i madh, por publiku e duart trokiti natën e parë. Nata e parë ka qenë live dhe mbi podium janë ngjitur dhe ata të mediave që e kundërshtonin. Unë kam folur atje, media publiku i fërshëlleu këta pronarët e mediave që me demek ishin të ankimuar sepse u shkele i shtypi me këmbë dhe më duart trokiti fjalën time. Ajo që mua më ngrohu ishte kur erdhi aty në festival, ishin të ftuar grupi Riki e Poveri. Ata kur hynë në skenë në pallatin e kongreseve dhe kur pan një gjë të tillë, pra të cilën e shihnin në çdo rrugë të Tiranës e pan aty në sallë, ata u befasuan. Dhe unë kam marrë shumë komplimente nga ata.
ideja me pak fjalë ishte kjo që zotrin të qeverisë, zotrin të pushtetit, ju që merreni me politikë, a ju vjen mirë juve në një festival të shihni këtë që Shqipëria çka po heq sot, ta shihni këtu në këtë natë, doni në këtë natë luks, jo luks nuk do keni. Ju do keni këtë gjë që ne shohim për ditë në rrugë, edhe unë atë bëra. Dhe kjo ishte një gjë e madhe që në çdo dyqan, në çdo ku futesha për te dyqani bukës apo nga do që veja merja shumë falënderime. E dyta që mos ta zgjas është një koncert që ne bëm për Nën Terezën në Prishtinë. Edhe po vrisja mendja me çfarë ta bëja, si ta bëja për Nën Terezën. Edhe më erdhi në mendje ajo e Gjergj Kastriotit Skënderbeut që tha që mori ato shufrat, i bashkoi ato shufrat dhe i tha atyre luftëtarëve, shikon, to shufrat e bashkuara nuk mund t'i thyejmë dot, po një nga një ja po i thyej. Atëherë çfarë bëj? Lajmërova ata ekipin tim, i thash do mbushni një 10 makina me drunj. Me drunj zjarri, nga ato që futen që i përdorin për fura. Edhe ata u çuditën, thënë, po ky 10 makina të mbushura u shkarkuan aty tek pallati i sportit, ato makinat me ato drunj, dhe po habiteshin të gjithë, po ky çfarë do bëjmë me drunj? Dhe i mora ato drunjt dhe me ato ndërtova shtylla të mëdha, shtylla duke filluar nga shtyllat e vogla, shtyllat më të mëdha dhe e qarkova gjithë skenën me këto drunj si kafaze zojsh, ku brenda i rafa me dritë sigurisht, edhe në mes kisha Nën Terezën tjera. Edhe kjo u prit në një mënyrë jashtëzakonisht pozitivisht, sepse ideja doli qartë, e kupton, se çfarë doja të thoja unë nëpërmjet kësaj skenografie. Pra ishte edhe moderne, ishte edhe luks, jepte edhe një kuptim, edhe kështu u mirëprit jashtëzakonisht shumë. Por nuk kanë në fund skenografit, nuk kanë në fund të mijat, edhe unë jam shumë, domethënë Bozhli teleshikuesit i cili më ka ndjekur dhe jam i nderuar kudo që shkoj. Atëherë do të pyes si i dalloni ose si vlerësoni skenat jashtë vendit tonë, Shqipërisë, Kosova, nena që janë në Evropë, si i vlerësoni skenat e mëdha që janë edhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, unë mund të them një gjë që kam parë dhe jo, që i rralli që mund t'i bëj ato gjëra, kështu që na jepni një mendim, ju lutem. Faleminderit. Shiko, shkolla e skenografisë, në qoftë se do të qëndrojmë tek shkolla e skenografisë dhe çfarë është një skenograf, sot në botë kanë devijuar në shumë raste. Është kthyer më tepër një show roku, sesa një spektakël i mirëfillt. Nuk diskutohet që avancimi i teknologjisë e përmirëson skenografinë. Unë kam thënë shpesh që teknologjia s'është gjë tjetër vetëm një aset i skenografisë, por jo ta mbizotroj, jo të heqi idenë, jo të heqi krijimin. Skenografia është krijim, duhet të krijosh. Nuk është krijim një orkestër simfonike mbas të cilët është një LED hall i madh. Nuk është krijim. Ai nëse sot është një LED hall i madh dhe në atë bie dëbor, përpara 200 vjetësh nuk ishte LED hall, po ishte një çarçaf i pikturuar me dëbor. Përpara akoma shekujve më të mëdhenj nuk ishte asnjë çarçaf, por shfaqet në Romën e lashtë ose në Greqinë e lashtë bëheshin në natyrë. Pra çfarë ishte fondali? Fondali ishte natyra ekzistuese. Pra, si natyra ekzistuese, si fondali i pikturuar, si LED halli sot, është e njëjta gjë. Pra, nuk është krijimi. Krijimi është komplet gjë tjetër. Krijimi është ajo që do të thuash ti, ajo që ti nxjerr nga shpirti jot në bazë të shfaqjes që po bën. Kështu që jo gjithmonë e gjen këtë. Pse Oscari ka krijim, ka skenografi të mirëfillt, pavarësisht se ka dhe elektronikën edhe zhvillimin elektronik, kurse Euronewsi absolutisht jo. Shumë raste të rralla në Eurovision ne shikojmë skenografi të mirëfillt. Shumica jo, shumica nuk është e tillë.
Dhe nuk duhet i marrin për shembull, nuk duhet i marrin ato shembuj t'i sjellim. Mirë po, vendet e varfra si vendi ynë bien viktime edhe në Kosovë, bien viktime e dyndjes së madhe të informacionit edhe të imazhit që mbyt nga perëndimi dhe kujtojnë që kjo është e vërteta. Në fakt jo, unë kam parë, unë i shoh edhe ato që zhvillohen në Amerikë edhe shfaqjet e mëdha muzikore, kanë skenografi të jashtëzakonshme, skenografi shumë të bukur, të mahnitshme, të lënë me gojapur, e kupton? Pra, nuk është e vërtetë që skenografia bazohet vetëm te Led Halli, bilesa ajo e ka dëmtuar shumë skenografinë. Unë këtu kam bërë luftë të madhe për ta rrëzuar këtë koncept. Po, me sa kam parë, jam i vetëm, nuk mbështetem dot sepse shumë nga këto që unë ju a them këto gjëra kujtojnë që është interesi tim që t'i them kështu, që të më marrin mua si skenograf. Po jo, nuk është ky problemi. Ne kemi arritur deri aty sa bëjmë opera me Led Hall. Tash ja mund të bëhet në opera me Led Hall, ja këtë më thuaj. Nuk e di se ku i shohin në Kina, nuk e di se nga i nxjerrin këto përfundime, e kupton? Zoti Bashkim, do t'ju pyes një pyetje, si i shikoni këto videoklipet që po i bëjnë, sidomos me këtë këngëtar që janë me emra të mëdhej shqiptar, me ato skenat e bukura, por disa e përdorin edhe AI ose 3D ose si, por disa skenat që i shohim janë shumë të mira. Si vlerësoni ju si një skenarist i shuar? Është e vërtetë, jo, është e vërtetë, Villes është një fenomen shumë interesant. Më shumë po shoh talente që shfaqen në këtë fushë, se sa po shikoj talente që shfaqen në skenografinë klasike që ne bëjmë, domethënë në televizion edhe në teatr. Në teatr sidomos ka rënë jashtëzakonisht shumë, këtu në Tiranë paktën ka rënë jashtëzakonisht shumë skenografia, sepse edhe për mungesë fondesh është varfëruar shumë. Në opera është varfëruar nga një mendësi e gabuar që kanë patur drejtuesit e operës, sepse ata filluan të merrnin opera të gatshme nga jashtë, pra me qira. Po duke marrë opera të gatshme, operat vinin me gjithë skenografi, vinin me gjithë kostume, vinin me gjithë regjisor dhe mundësisht edhe me 2-3 aktorët më kryesor. Por çfarë ndodh? Vërtet ne duhet kemi eksperjenca të tilla. Por në qoftë se këto eksperienca nuk janë me eksperienca, po është një vazhdimsi e punës, atëherë vdes arti kombëtar shqiptar, vdes opera shqiptare, vdesin artistët shqiptar, nuk ke më ti arkiv, po e zgjate 10 vjet këtë lloj mënyre, ku është arkivi jot, ku janë skenografët e rinj, ku janë operat, nuk ka. Pse se ti ke marrur gjithmonë këto me qira, i ke marrë me pagesë. Kurse te këto që thatë juve, vërtet ka gjëra shumë interesante, montazhe shumë të bukura, skenografi, mini skenografi shumë interesante, jashtëzakonisht të bukura. Unë flas për ato që vërtet kanë një muzikë që unë e vlerësoj, nuk po flasim për atë muzikën e ditës, siç e quajmë ne atë zhargonin kështu tallava, nuk po them për atë. Edhe për në Kosovë kam shumë shpresa që ndoshta do largohen nga këto Led Hallet e mëdhenj, se pash festivalin vjet të këngës, pash edhe festivalin e si vjetshëm të këngës. Por nuk kishte ide, nuk ka ide. Ka një Led Hall të madh. E kupton, mungon idea, edhe më vjen shumë keq, se unë kam bërë shfaqje në Kosovë. Më vjen shumë keq që kemi rënë, po do kaloj, them që do kaloj dhe kjo. Para se dalim te pikturat, kam edhe një pyetje, t'ju pyes se tritet tanë, a është më mirë që të shkojnë në shkollë dhe të kryejnë për skenografinë siç e keni kryer ju, apo shumica e trive shfaqen nëpërmes shikimeve të YouTube-it dhe krijojnë imagjinatat? A është mirë ata që të shkojnë në shkollë që sadoqoftë të janë të diplomuar, edhe të jenë tamam skenograf të duhur? Po, shikoj. Skenografia ndryshe nga piktura, skenografia është shkollë. Pse? Sepse ka element të nxënjes, të mësimit. Është një art i aplikuar. Piktura s'është art i aplikuar. Piktura ti mbyllesh në studion tënde, nxirr ngjyrat, piktura si do duash ti, dhe mund të bësh një artist i famshëm. Mund të bësh si Van Gogh, që s'bëri shkollë.
Kurse, skenografia jo, skenografia si duhen disa element didaktike patjetër. Pra, në skenografi hyn shumë dimensionet, shkalla e zmadhimit, shkalla e zvoglimit, imazhet, perspektivat, çfarë është opera, çfarë është teatri, pikat e shikimit, thellësitë, sfondet, lartësia, gjerësia, bokaskena. Pra, ka shumë element të cilët një njeri i cili nuk studion për skenografi nuk mund t'i marrë këto në mënyrë kështu autodidakte. Do t'i duhen shumë vite që t'i përfitojë, se do t'i thotë skenografi, po ke bërë gabim, do t'i thotë nuk vjet figura e njeriu 1 metër larg sfondit se krijon hije. Po sa do t'i thotë ai, po duhet 6 metra se atëre hija nuk vjen. Po tani e mësova thotë ai. Pra ka lidhje me ndriçimin shumë, ka lidhje me kamerën shumë. Pra, patjetër do ta këshilloja që të studionte për skenografi. Kurse për pikturë, patjetër, dikush që ka talent, për mua nuk ka nevojë të vazhdoj për pikturë, mund të vazhdoj për arkitekturë, mund të vazhdoj për skenografi dhe pikturën ai e bën në mënyrë autodidakte dhe mund të jetë një artist shumë i mirë. Atëherë piktura, do të dalmi te pikturat e tua. Çfarë piktura bën? Edhe na tregot çato pikturat mbas shpinës së juaj. Po, shiko, unë e kam patur qef pikturën, sigurisht se kam mbaruar për pikturë dhe nuk është se ose kam nxjerr shumë vepra. Absolutisht, jo, unë kam marrë pjesë në mënyrë modeste me punët e mia, qysh në rinin time, por më tepër kanë qenë vepra arti për kënaqësinë time, sesa vepra arti për të qenë në shitje. Patjetër kam patur një konceptimin edhe për pikturën, dhe them që nëse do ishim lejuar, ju e dini, në vitet 70 Shqipëria u liberalizua, por mbas 70-s prap arti e psoi këtu në Shqipëri dhe u hap pastaj mbas viteve 90. Por them që për një artist i cili nuk evulon qysh ka herët në artin e tij, evoluimet e menjëhershme të një artist, pra të kthehesh nga një artist super realist ose i realizmit socialist, të fillosh të kthehesh në një artist super modern, është pak qesharake, nuk buron nga shpirti jot, është si me thënë e imponuar. Megjithatë, unë nuk kam qenë një artist në pikturë i realizmit socialist, absolutisht jo. Unë kam për një pikturë sipas asaj time, sipas këndvështrimit tim, këtu në studio, këto që janë këtu referohet, janë skenografi dhe arkitekturë. Këtu është një pikturë, një nudo, nëse do ta kthej ta shohësh. Kjo është një vepër që ka vite që është bërë dhe është aty, unë e mbaj në studio, pastaj vepra të tjera dhe janë shitur, kam një koleksion. Ose dhe kam falur sepse nuk më janë aprovuar, nuk më janë marrë në ekspozit. Njerë bëra, mbas luftës në Kosovë, bëra një pikturë shumë interesante për luftën në Kosovë, një vajzë veshur me të zeza që shtrëngonte në gjoks një pullum të plagosur, edhe me Kosovë nga mbrapa, por nuk ma futën në ekspozit këtu në Tiranë, edhe ku ta çoja, pas e pash një autobus që kishte ardhur me kosovar nga Zvicra, se unë që them kosovar, po shqiptar janë dhe ata, dhe e pyeta kush ishte udhëheci, doli një njeri aty që unë jam udhëheci, i thash atë ta fal këtë pikturën, ta bësh në ambientet e tua, i ngelin çik kështu, u habit se si mund të fali një njeri një pikturë 1 metër e gjysmë, 1 metër, edhe me thënë të drejtën as emrin nuk ja di, as targën e autobusit, jo, po kur ai e mori dhe vuri në bagazh të autobusit, u ndjeva shumë i lehtësuar, thash, po shiqyrja ja gjeta vendin, vajti diku. Sot nuk e di se ku ndodhet, me thënë të drejtën. Dua t'ju pyes që kjo skena ime këtu për mbrapa si duket, edhe nëse keni ndonjë ndryshim me kënaqësi kisha pranuar, me qenë se temat e mia trajtohen për kulturë, për art edhe sukseset e njerëzve anë mban kudo që gjinen shqiptar. Kështu që do të mirëpres me një skenë të bukur nëse ke ndonjë ide, ta marrim edhe t'ja vendosim emrin e atij që kemi nga zoti Bashkim Zahaj. Një gjë mund ta them që është tani,
objekti nga mbrapa juaj është në aks me figurën, pra është në aks me ju. Nuk duhet jetë në aks, o nga e marta, o nga e djatha. Okej. Atëre shiko, komplimentet do ta marrën nga ju. Atëre, ku e shifni vetën në të ardhmen edhe çka mendoni se duam ta dim edhe këtë? Me thënë të drejtën, në art nuk kam mosh, por si në çdo gjë edhe në art, zhvillimi i artit, sidomos skenografia që është art kompleks, pra nuk punon më vete si piktura, por punon në ekip, pra duhet kesh regjizorin, duhet kesh skenaristin etj. Si duket mosha jonë e ka plotësuar ciklin, pavarësisht se unë jam akoma në gjendje, por nuk kam këto të tjerë, pra nuk kam personelin, si me thënë, pra nuk kam regjizorët e moshës time, nuk kam skenaristët e moshës time. Këta të rinj që janë sot nuk kanë dhe aq njohuri mbi ato çka kemi bërë ne. Mendo në shkollat shqiptare nuk studiohet ose nuk studiohet shumë pak, fare pak, arti shqiptar, për të mos thënë fare. Dhe e keqe e dytë është pasaj që edhe në këto libra që botohen mbi artin, skenografia mungon, e kanë lënë gjithmonë mbas dorëve. Të gjitha këto bëjnë atë që një skenograf, kur është një moshë të tillë siç jam unë jam 71 vjeç, kështu që ato gjithmonë kujtojnë që ky është plakur dhe ky nuk di më ose nuk krijon dot. Por e kanë gabim, nuk e di, ndoshta kjo dera e studios do të trokasin ndonjë ditë dhe do ta shohin se çfarë do bëjë. Atëherë do t'i lus të gjithë shqiptarët tonë, meqense shumica e shqiptarëve, sidomos Kosovë anë mban, janë duke bërë disa filma tradicional, dokumentar për kulturën edhe traditën e përpashme që kanë qenë. Pse mos të marrin ty si një skenograf i mirë, edhe ju thatë se 70, po ju nuk dukeni 70, ju dukeni një 40 vjeçar. Në energjinë që e keni dhe pozitivitetin që e keni, ju do të punoni edhe nuk të ndaloni kur. Atëherë duam një mesazh për juaj për të gjithë shqiptarët anë mban kudo që janë në botë. Mendoj që mesazhi është ky, në qoftë se ne do të jemi të bashkuar ashtu siç Gjergj Kastrioti tha dikur, them që ky këmbë do të jetë një këmbë vital dhe ne do të lulëzojmë në të gjitha fushat. Të falenderoj, ishte kënaqësia e jonë që me të vërtet të patëm në emisionin tuaj, sadoqoftë shpalosëm pak rrugtimin dhe sukseset e juaja për shumë vite, po të flas me ty më duhet ndoshta edhe një javë ose dy. Por sa për një njoftësi të shkurt për shikuesit tanë që shikojnë anë mban, unë do t'jam falenderues i madh që keni gjetur kohën që t'jeni së bashku me Noli Show Noli TV. Ju falenderoj unë. Faleminderit. Atëherë për të nderuar shikues dhe dëgjues, ishte kënaqësia jone që bashkim sa një skenograf dhe një piktor i shuar patëm në emisionin ton. Atëherë mos harroni të na ndjekni në kanalin 39 në TV Al dhe në Nimi në kanalin 229 ku shikoni emisionet e tona për çdo ditë 24/7. Ju falenderoj.